Mirë të ndëruar teleshikues, në rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim, do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet në lindjen e mesme, konfliktin i cili duket për momentin i qetë. Bëhet fjalë për konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Përfshirja e faktorit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, urdhri i presidentit amerikan Donald Trump për të bombarduar tre vende në të cilat pretendohej se ndërtoheshin dhe krijoheshin bombat atomike dhe bërthamore të Iranit. Nga ana tjetër kemi Rusinë me presidentin e saj Vladimir Putin, i cili ka qenë kundër një ndërhyrje ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran dhe vazhdimisht ka bërë thirrje për këtë situatë dhe për këto zhvillime, si dhe një sër vendesh të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe Turqinë dhe deklaratat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me zotin Geron Kamberi, eksperti i çështjeve ndërkombëtare. Të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Zoti Kamberi, kur të gjitha situatat filluan të ndjeheshin dhe zhvillimet pasonin njëra tjetrën në lindjen e mesme, e besonit që Trump do të bënte një lëvizje të tillë duke bombarduar tre bazat iraniane? Natyrisht po të kesh parasysh të rrjedhën që mori konflikti dhe veçanërisht deklaratat para se të ndodhte procesi i bombardimit të tre impianteve ku posarohet uraniumi në Iran, pra në Fordo, Isfahan dhe Natanz, logjika të çonte që do të kishte një reagim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e bën qartë që në fillim të këtij konflikti, pra që në momentin që fillon kundërgoditjet nga palët qoftë Irani, qoftë Izraeli, që ai nuk mund të duronte një kohë të pafundme zhvillimin e këtij konflikti. Madje deklarata më e fortë që është bërë gjatë këtij konflikti 12 ditor, ishte deklarata e presidentit Trump në rrjetin social X apo ish Twitter, kur i bërte të ditur liderit suprem iranian që tashmë ai nuk ka asnjë alternativë por vetëm të dorëzohet. Pra ishte gati një ultimatum i cili përdoret kur je i rrethuar dhe nuk të ngelet asnjë alternativë tjetër. Dhe pra, po ti marrësh të gjitha këto dhe ti vendosësh bashk pazulli ose rebusi izraelito-iranian i këtij konflikti që nisi në mënyrë të përshkallëzuar, bëhet i qartë dhe ishte logjike që presidenti Trump do të urdhëronte goditjen e tre impianteve, pra ku Izraeli por ishte një goditje e befasishme dhe një goditje e cila erdhi pas deklaratës së Trumpit për 2 javë bisedime dhe 2 javë negociata. A është Trumpi pikërisht ky lideri nga i cili mund të presësh gjithçka kudo dhe kurdo? Besoj që e vetmja gjë nga e cila nuk do të habitet tashmë asnjë lider, dhe besoj dhe zotit Trump ka dhënë provat mjaftueshme për këtë, është paparashikueshmëria e veprimeve të zotit Trump, i cili vjen qoftë për shkak të karakterit të tij individual, por qoftë edhe mënyrën se si e ka ndërtuar ai të gjithë metodologjinë e tij politike dhe diplomatike veçanërisht për sa i përket konflikteve ndërkombëtare, të cilat tashmë janë më shumë se një dhe ku ai të paktën që me hyrje në shtëpinë e bardhë ka bërë premtimin që t'i pushoj. Ajo çfarë ishte, si thuhesh, e re, disi e çuditshme, mbas edhe habitshme, ishte fakti që tre bombardime që u bën, pra në të tre impiantet bërthamore, gjallën një frikë që Amerika mund përfshihej në një konflikt, siç ishte ai në Irak apo konfliktet e tjera në lindjes mesme, që do ta kishte të vështirë të dilte, dhe kjo si thua do të rrëzonte gjithë retorikën apo si thua gjithë premtimet elektorale të presidentit Trump, i cili pikërisht mori një numër të madh votash nga elektorati amerikan pikërisht me këtë premtim. Pra që jo vetëm që nuk do të hynte në luftë të treja, por do ta nxirrte Amerikën. Në një farë mënyre këto bombardime ishin një akt lufte, zoti Kamberi. Jo, ato ishin një akt lufti drejt për drejt. Por ajo çfarë ka ndodhur më pas, dhe veçanërisht mënyra se si u zhvilluan ngjarjet më vonë, tregon që nuk kanë qenë dhe aq të paparashikuara qoftë edhe nga ana e Iranit, sepse mënyra se si rrodhën ngjarjet, deklaratat që pasuan mbas atyre bombardime, imazhe satelitore që u shpërndan, deklarata me njështër që tashmë programi i bërthamor nuk ekziston, megjithëse atje nuk ka inspektime në terren për parë realisht janë vetëm imazhet që vijnë nga sateliti,
duke sikur ishte ai bombardim kënaqte një farmase të dy palët. Pra, kënaqte Izraelin, i cili ndoshta mund të hynte në një zinxhir goditjesh kundër goditjesh me Iranin, por natyrisht kënaqte edhe një pjesë opinionit publik iranian, po edhe europian, të cilët ishin të shqetësuar nga ajo që e quanin programi bërthamor Iran, pra programi fsheht, sepse Irani ne duhet ta dimë që prej 7 shkurtit 1953, kur është bërë publike deklarata e presidentit Eisenhower atom për paqe, ka qenë pjesë e çdo iniciative që vinte nga komuniteti ndërkombëtar, kryesisht nga Agjencia për Energjinë Atomike, për të përfituar teknologji të cila bëndet mundë përdorimin e energjisë bërthamore për qëllimin. Sa të sigurt jemi ne, zoti Kamberi, që në këto 3 baza të bombarduara nga SBA-t të kishim përmbajtje të bombave atomike apo bërthamore, se ne kemi patur e deklaratën e Iranit që ka qenë një sulm nga i cili ne nuk kemi pësuar asgjë, pasi të gjitha materialet tona janë lëvizur nga këto baza. Apo është pjesë e propagandës? Pyetja që bën ju lidhet me një pjesë të përgjigjes që thash pak më përpara, ku thash që ne i kemi besuar deri tashmë deklaratave që kanë ardhur nga palët dhe imazheve satelitore. Në kushte normale të një konflikti që do zhvillohesh në kushte të tjera, në qoftë se në terren do të kishim gazetarë tuaj, do kishim misione monitoruese nga organizatat ndërkombëtare, siç është OSBE-ja apo Kombet e Bashkuara, në këtë rast nuk bëhet fjalë për OSBE-n sepse Irani nuk është pjesë atyre struktura, pra apo më saktë inspektor të Agjencisë të Energjisë Atomike, të cilat kanë shkuar dhe kanë informacion se çfarë ndodh në impjantet ku përpunohet uranium, i cili është materiali bazë, pra uraniumi si mineral dhe ujë që janë materialet bazë të cilat përbëjnë, si thua, 2 elementet kryesorë mbi të cilët një shtet mund të ketë ose mund të zotrojë një armë bërthamore pavarësisht madhësisë, pra që mund ta përdorë atë qoftë nëpërmjet raketave balistike, në rrugë ajrore apo në rrugë detaj nëpërmjet ndeceve bërthamore. Aktualisht, në momentin që ne po flasim, ne kemi vetëm një armë pushim, i cili, siç kam theksuar në një intervistë tjetër, është i ndërtuar mbi bazën e mirëbesimit. Pra, palët kanë marrë përsipër të mos kundërsulmojnë, dhe kjo i ka mjaftuar zotit Trump të deklarojë atë konflikt, të paktën tani për tani, në mënyrë të përkohshme, të përfunduar, por ne ende nuk e dimë, dhe kur them ne, nuk flas edhe një pjesë e mirë e komunitetit ndërkombëtar, madje edhe agjenci të shërbimeve inteligjente, të cilët ka pas dhe një debat edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje zoti Trump reagoi me nervozizëm dje kur gazetarët ja përmendën në samitin e NATO-s që programi bërthamor i Iranit ende nuk ka informacion që është dëmtuar në atë masë, sa nuk do të jetë në gjendje të prodhojë një armë bërthamore, siç është thelbi mbi cilën u nisë ky konflikt. Gjithsesi, unë do të theksoja faktin që ajo çfarë vlen do të jenë zhvillimet ndoshta me fillimin e javës tjetër, siç u janë paralajmëruar dhe nga vetë presidenti Trump, qofse do ketë një tryezë, pra rifillimin e bisedimeve atë që quhet raundi i Omanit, që kishin filluar para se të fillonte para se Izraeli të bombardonte nëpërmjet doktrinës së bombardimeve parandaluese impjantet bërthamore, të shohim në rast se mbas të armë pushimi, rikthimin e tryezën e bisedimeve midis negociatorëve amerikan, ndoshta edhe europian, në Oman dhe atyre iranian, do të ketë një marrëveshje të re, siç ishin marrëveshjet e 24 nëntorit të 2013-s apo të 14 korrikut 2015, një marrëveshje të re për programin bërthamor Iranit, kuptohet në monitorimin, se një marrëveshje ka nevojë gjithmonë të monitorohet, të inspektorëve të energjisë atomike me qendër në Vjenë. Interesant shumë është fakti dhe ajo se çfarë ka ndodhur më njëherë pas këtyre bombardimeve. Ne kemi një deklaratën e famshme të Trumpit që ka marrë një mbështetje shumë të madhe në rrjet dhe ka bërë xhiron e rrjetit për hir të së vërtetës. Deklaratë në të cilën përpos se lajmëroi bombardimin e 3 bazave iraniane, në të njëjtën deklaratë bëri fakt të kryer edhe armë pushimin ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Ka qenë një veprim i planifikuar i Trumpit
A tregoi vërtet fuqinë e madhe të ushtrisë amerikane Trumpi me atë veprim, zoti Gamberi, duke mos i lënë më hapësirë Iranit që të kundërpërgjigjej, pavarësisht se përplasje kemi patur, dhe më pas patëm sërish një deklaratë fuqishme të Trumpit që i thot Izraelit kthe mbrapsht avionët luftarak bashkë me pilotët dhe mos e vazhdo më këtë luftë. Në fakt, të gjithë deklaratat dhe veprimet të nënkuptojnë që zoti Trump ka dashur të marrë përsipër si tush atorsinë e pushimit të këtij konflikti nëpërmjet veprimit të bombardimit. Dhe në qoftë se nisemi nga realiteti që po flasim, ai ja ka arritur kësaj. Në rast se ky ka qenë një armë pushim i cili ka përfunduar vërtet nga Irani apo nga Izraeli për shkak të bombardimi, apo kanë qenë zhvillime në prapasken nëpërmjet rrugëve diplomatike, pra kanaleve diplomatike që kanë vendosur komunikim që palët duhet të pushojnë mbas këtij sulmi çdo veprim të tëshëm, kjo është ende e paqartë për izë vërtetës, megjithëse ka zëra që thonë që diçka ka qenë më shumë se sa një veprim si thua reagues, por ka qenë një veprim i koordinuar që menjëherë mbas këtij bombardimi palët, dy palët, pra qoftë Izraeli, qoftë Irani të pushonin kundër sulmeve të tyre dhe të jepnin kohë njëri tjetrit që këtë që të mënyrë se si ata e pushuan kundër kujtit njëri tjetrit ta quajnë armë pushim, dhe pastaj deklarata e zotit Trump t'i bënte të mundur secilit dhe komunitetit ndërkombëtar që ky konflikt tashmë ka pushuar dhe jemi përballë faktit që ne palët do ulin në tavolinë për një marrëveshje që ka të bëjë me programin bërthamor të Iranit apo dhe diçka më gjerë. Ne ende nuk e dim, ashtu siç kur ka zëra që pavarësisht se unë i shikoj me dyshim, që gjithë kjo ishte një lëvizje edhe për ato që përflitet, që zoti Trump ka dëshirë që të vetë nominohet për çmimin Nobel për paqe, por në gjykimin tim nuk i besoj shumë kësaj teze, kush ka parasysh mënyrën se si e sheh zoti Trump zhvillimet, dhe nga ana tjetër duhet të theksuar edhe një fakt shumë i rëndësishëm, çmimi Nobel nuk janë që jepen paradhënie. Pra janë çmime Nobel që vinë pas një rezultati, përsa kohë që nuk kemi një marrëveshje apo një aq më tepër kur kemi dy fronte të tjera lufte të cilat vijojnë të mbeten të hapura. Izrael Palestinë dhe Rusi Ukrainë. Përpara bombardimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, çfarë prodhoi ky konflikt, zoti Gamberi? A pritej një përshkallëzim duke parë të gjitha zhvillimet, duke parë dhe duke ndjekur lëvizjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën mbështesin Izraelin, Rusinë, e cila bënte vazhdimisht thirrje për një SBA mos të futej ushtarakisht në Iran apo mos të kryente sulme në territorin iranian, duke patur parasysh edhe Turqinë në këtë mes, e cila vijon të mbështet Iranin dhe ka lëshuar edhe deklarata dhe akuzat e tjera kundrejt Izraelit, paktën gjatë ditëve të fundit. Ishte një situatë e cila mbase mund të dilte jashtë çdo lloj kontrolli të mundshëm? Unë gjykoj që konflikti në lindje mesme është një konflikt i cili po mbush shekullin. Pra, që me krijimin e shtetit të Izraelit dhe me atë që quhet lufta e parë arabo-izraelite e 15 maj 48 dhe deri tashmë që ne po flasim, kjo histori gati më shumë se 80 e ca vjeçare, ka parë një seri konfliktesh në atë rajon. Dhe konfliktet ka qenë midis Izraelit dhe vendeve arabe, dhe kur flam konflikte nuk bëhet fjalë me deklarata verbale, por për luftë mirëfillt, deri në luftën e fundit, luftën e 4 arabo-izraelite të 7 tetorit të 72-shit, dhe pastaj me konflikte të tjera të cilat janë hapur për shkak të faktit që zhvillimet që ndodhen brenda territorit të Izraelit, kryesisht në ato pjesë ishte caktuar për të ndërtuar shteti palestinez, lëvizjet e refugjatëve palestinez në Jordani dhe në Liban shkaktuan luftra të njëpasnjëshme deri edhe në luftën civile në Liban, një luftë që ka vazhduar për gati 8 vjet, dhe si rezultat i kësaj lufte kanë lindur edhe grupime dhe lëvizje të cilat kanë qenë mbështetur nga Irani, qoftë Hezbollahu në Iran, në Liban, i cili është në kuadrin jo vetëm thjesht lëvizje politike, por dhe partie politike që ka pas përfaqësuesit e saj në parlamentin libanez, po ashtu një aktor shumë i rëndësishëm ka qenë Siria, pra ardha e presidentit Assad, që
që në vitet mes viteve 70 e pastaj pasuar nga i birë i tij, ka qenë një faktor mbështetës kryesisht pro Iranit për shkak edhe të atij dallimi që është tashmë në rajonin e lindjes mesme midis vendeve arabe që kryesisht i përkasin besimit sunit dhe Iranit dhe Sirisë dhe deri diku Jordanisë që i përkasin besimit shit. Pra është një ndarje midis besimit islam, i cili në vetvete nuk është një ndarje në besim, por është dhe një ndarje e mënyrës dhe vizionit politik. Irani për izë vërtetës është një vend i cili marrëdhëniet me Izraelin i ka me një trajektore shumë të çuditshme. Irani ka qenë vendi i parë që ka njohur Izraelin, mbasi ai shpalli pavarësinë, dhe nga ana tjetër mbas revolucionit iranian të 11 shkurtit 79, ishte vendi që tërhoqi këtë njohje dhe deklaroi mosnjohjen e ekzistencës së Izraelit, madje edhe duke bërë deklarata që ai vend nuk duhet të ekzistojë. Kjo solli ndryshim të strategjisë menjëhershme të Iranit kërshi të Izraelit, por në mënyrë të natyrshme dhe të Izraelit kërshi Iranit. Dhe kjo ndryshim strategjie apo doktrine u mishëruar në disa element. Spari Izraeli vëzhgoi me kujdes çdo lëvizje politike apo para ushtarake që mbështetesh nga Irani në rajonet e tij kufitare, pra qoftë në Liban apo qoftë në territoret palestineze, veçanërisht në vitin 2007 mas ardhjes së Hamasit në pushtet, ai u tërhoq administrimin ushtarak nga rripi i Gazës, por ndërkohë shpalli, vuri një embargo, shpalli Hamasin organizatë terroriste dhe mbi këtë bazë ndërtoi një qasje kundërvendse, duke mos e njohur atë si qeveri, pavarësisht se deri nga 67 deri në 2007, për gati 40 vjet e kishte administruar të territorin nëpërmjet një administrate ushtarake, mbas asaj që quhet lufta e 10 ditëve. Dhe nga ana tjetër, për shkak se Izraeli ndjehesh i rrethuar nga këto vende të cilat kishin lidhje të ngushtë me Iranin, qoftë Siria, qoftë Hezbollahu dhe qoftë Hamasi, duke përdorur krizën apo krizën e pengjeve dhe sulmin që u bën në 7 tetor 2023, ai mori një vendim për të dhënë një herë mirë zgjidhjes asaj që quhet rreziku iranian në kufijtë e tij, po edhe përtej kufive. Dhe për këtë arsye dobësoi dukshëm, pra me sulmin që bëri Hamasin, azgjësoi liderët e tij qoftë në Liban, qoftë në Palestinë, po qoftë dhe deri në Iran. Ku folën drejtuese, po thuaj se gjithë ku folën drejtuese. Pikërisht. Dhe pastaj edhe rënja e regjimit të Asadit në Siri. Po. Dhe dashje padashje nga i pamje parë u duk që Irani mbeti vetëm. Pra ishte dominoja e cila kishte radhën në mënyrë që Izraeli ta konsideronte këtë rrezik krejtësisht të përjashtuar nga territori të tjerë, dhe unë e kam theksuar dhe herë tjetër, për edhe këtu në bashkë në intervistë, që Izraeli çdo kërcënim që konsideron të tillë për ekzistencën e tij dhe të sigurisë kombëtare, natyrisht i ka dhënë vetes të drejtë mbas atyre që quhet doktrina e goditjeve parandaluese të dalë për te kufive vet dhe të konsumohet edhe për shkak një përparësie që ka në pjesën e pozicionit të tij që lidhet me ushtrinë, pra ka një ushtri jashtëzakonisht të mirë pajisur me teknologjinë më të fundit dhe nga ana tjetër dhe mbështetjen e madhe që ka nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Dhe siç e vu të re, Irani u përpoq të kundërpërgjigjet, por kundërpërgjigjet ishin vetëm thjesht me goditje disa raketeve, ndërkohë që avioni izraelit edhe veçanërisht shërbimet inteligjente izraelite kishin depërtuar në territorin izraelit dhe u zhvillua ajo që quhet një luftë hibride. Midis goditjeve me raketa, shërbimeve inteligjente dhe kështu me radhë, dhe madje edhe luftës kibernetike. Aktualisht jemi në një armpushim. Armpushim që, siç e theksua dhe ju, vjen në bazën e mirëkuptimit ndërmjet Mirë besim, por nuk ka asgjë të shkruar. Mirëbesim, mirëkuptim. Prandaj dua të dal këtu. Në qoftë se ky armpushim vjen në bazën e një mirëbesimi, çfarë ndodh në qoftë se Irani vendos që të vijojë sërish për të hapur sërish konfliktin me Izraelin?
Besoj që tani për tani asnjë palë, të paktën duke qenë se garantuesi këtij armpushimi mbi bazë mirëbesimi është presidenti amerikan, ndoshta askush nuk do të kishte interes të paktën nga dy palët, me përjashtim në incidenti që mund ta përkeqësonte këtë, që të kundërsulmonte. Dhe prandaj unë theksova pak më parë që është shumë e rëndësishme që mbas mbarimit të samitit të Hagës dhe rikthimit të presidentit amerikan në Washington, besoj ai do të rivendos kontaktet sërish me autoritetet izraelite dhe i ka, por edhe me negociatorët amerikanë që kontaktojnë me autoritetet iraniane, që ndoshta shumë shpejt ata të kthehen atyre që quhet raundi i bisedimeve të Omanit që u ndërprer nga ky sulm. Por në qoftë se njëra nga palët do ta shkelte, rrjedhoret mund të ishin të njëjta apo në forma të ndryshme. Pra në qoftë se do ta bënte Izraeli, ndoshta zoti Trump me kush e njeh karakterin e tij dhe mënyrën se si flet, mund të rishte mbështetjen karshi Izraelit paktën në këtë konflikt, dhe në qoftë se do ta bënte Irani, ai mund të rigodiste sërish nëpërmjet forcave amerikane. Por po të shikosh mënyrën se si po qëndrojnë palët në këtë konflikt, paktën Izraeli dhe Irani në pikpamje të deklaratave, duket që janë në pritje të një oferte ose të një kërkese nga ana e Shteteve të Bashkuara, dhe besoj që asnjë palë nuk do ta vërë në pozitë vështirë presidentin Trump, përsa kohë që është garantuesi vetëm i kësaj marrëdhënie mes tyre. E kuptoj. Jam në pyetjen e fundit, zoti Kamberi. Duhet të ndalem sërish tek Irani, i cili menjëherë pas këtij armpushimi që kemi aktualisht ka intensifikuar masat e sigurisë brenda territorit, ka kryer arrestime të shumta, ekzekutime, vendosje ushtarake, sidomos në zonat kurde, prezencë të shtuar të ushtrisë edhe në pikat e kontrollit kufitar, ndërkaq iranianët zjejnë brenda vendit të tyre duke kundërshtuar në një farë mënyre regjimin. Kush ka parasysh Iranin si territor dhe si popullsi, natyrisht duhet të ketë parasysh që bëhet fjalë për një vend, një nga vendet më të mëdha të lindjes mesme nga pikpamja e shtrirjes gjeografike dhe territorit. Është vend me gati 90 milion banor, me një shtrirje kufitare që prek vendet e lindjes mesme, të Azisë qendrore, edhe të Azisë juglindore. Pra, dhe po nga ana tjetër shumë e rëndësishme të shikoni dhe faktin që kontrollon një nga rrugët më të rëndësishme tregtare, siç është ngushtica e Hormuzit, ku kalon gati 20% e lëndëve energjetike, naftës dhe gazit, qoftë që vinë në vendet e tjera dhe që shkojnë drejt vijon tjetër mbyllur. Jo, nuk ka pati një kërkesë për të mbyllur nga ana e parlamentit iranian, por mënyra se si funksionon vendimarrja në Iran, atje organi më i lartë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare që bëhet që drejtohet nga Ayatollah Khomeini, pra është struktura më e madhe, dhe ai nuk e ndërmori ato veprim, ndoshta edhe për shkak se po politisht si shikoheshin zhvillimi i situatës, me përjashtim të goditjes që u bën ndaj bazës amerikane në Katar në Al Udeid, që është nga bazat më të mëdha që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë rajon. Kështu që reagimi i Iranit përkundrejt atyre që u përmendën pak më parë është brenda logjikës se si funksionon ai sistem, duke pasur parasysh që edhe mjaft prej goditjeve që bëri Izraeli, veçanërisht identifikimi i liderëve iranian, i shkencëtarëve iranian, e bëri Iranin të dyshojë që ka pasur dhe një konspiracion nga brenda. Pra Izraeli dhe vendet e tjera kanë arritur të ngrejnë kontakte, grupe brenda Iranit për ta dëmtuar Iranin nga brenda. Pra qoftë nëpërmjet atyre që quhen operacione të shërbimeve inteligjente duke përdorur njerëz nga brenda, dhe kjo është një praktikë e njohur kur një vend kundërsulmon një vend tjetër duke përdorur jo si thua mjetet e luftës klasike konvencionale që janë ushtrin, por shërbimet inteligjente. Dhe në këtë rast Irani është detyruar të shohë se ku ka pasur pikat e dobta, ku ka rrjedhur informacioni dhe cilat kanë qenë grupimet të cilët kanë bërë të mundur realizimin e këtij operacioni nga ana shërbimeve inteligjente izraelite. Dhe natyrisht, mënyra se si funksionon regjimi iranian, besoj që ka ndonjë surprizë ose ndonjë habi në mënyrën se si ka reaguar. Ajo çfarë vlen të theksohet është fakti cilë do të jetë reagimi mbas këtij momenti.
sepse duhet Të gjithë theksuar... jemi sy e vesh tek Pra, duhet reagimi. theksuar veçanërisht që shpresa deri diku që pat dhe komuniteti ndërkombëtar që kjo kundërgoditje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të prodhonte një lëvizje të brendshme për ndryshim regjimi, sepse kjo ka qenë një kërkesë, ndoshta është dhe një dëshirë, por gjithmonë palët ndashin midis faktit që do ishte një ndryshim regjimi i negociuar, siç ndodhi me presidentin sirian Assad, apo do të ishte një lëvizje, kjo situatë prodhonte një lëvizje nga poshtë që opozita iraniane mund të ngrihesh, që u bën dhe disa thirrje, besoj ju keni parasysh nga kryeministri Lidh, por madje edhe vetë presidenti Trump, edhe sekretari i shtetit Rubio. Në fillimet e atij kundërshërbimit patën një dëshirë të tillë. Siç duket vlerësimet që ata kishin nga shërbimet e tjera, apo informacionet e tjera, ju lanë të kuptojnë që kjo është e pamundur, paktën në këtë fazë, dhe po ndjekin strategjinë. Në një farë mënyrë, kjo lëvizje e befasishme e ushtrisë amerikane tregon që në një farë mënyrë edhe Izraeli për 2 javë, aq sa ishte lënë kohë nga vetë Trumpi, nuk mund të duronte më shumë kundrejt sulmeve. Por gjithsesi zhvillimet mbeten ende të hapura. Po natyrisht besoj zhvillimet mbetet të hapura, ashtu siç mbetet e hapur, si thua, historia e një konflikti i cili, siç e theksova pak më parë, urojmë që të mos të kapi 100 vjetorin. Faleminderit shumë që ishe sot në Fax News. Faleminderit për ftesën. Shkëputemi në publicitet, rikthehemi pas pak.